Besimi në ringjalljen dhe të merret e ditës së Kiametit. I tharët e fesë dhe të sunetit besojnë në ringjalljen pas vdekjes, në ditën e Kiametit dhe në çdo gjë me të cilën ka njoftuar Allahu i Madhëruar prej të merreve të asaj dite të vërtetë. Ata besojnë se gjendjet e njerëzve dhe të gjitha krijesave në atë ditë do të jenë të ndryshme, në lidhje me atë që do të gjejnë e do të shohin atje në atë ditë të mërshme, në marrjen e librit me të djathtën apo të majtën, në përgjigjen për pyetjet e të gjitha tronditjet dhe mërzitjet që janë premtuar për në atë ditë. Ata besojnë qëndrimin e frikshëm para siratit, urës mpret të vendosur mbi xhehenem, peshoren, shpërndarjen e pletushkave, në të cilat janë shënuar të mirat dhe të këqijat, qofshin ato edhe sa grimca e atomit e të tjerë. Ndërmjetësimi të dërguarit, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të. I tharët e fesë dhe të sunetit besojnë se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, do të ndërmjetësojë tek Allahu për ata që kanë bërë gjunahe prej popullit të Tauhidit, njësuesve të Allahut, dhe për ata që kanë bërë gjunahe të mëdha, siç ka ardhur lajmi për këtë nga i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të. Enesi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: ndërmjetësimi im do të jetë për ata që kanë bërë gjunahe të mëdha nga populli im. Abdullah ibn Umar, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: mu dha që të zgjidhja ndërmjet ndërmjetësimit dhe hyrjes së gjysmës së popullit tim në xhennet, ndërsa unë zgjodha ndërmjetësimin, sepse ai është më gjithëpërfshirës dhe më i mjaftueshëm. A mendoni se ai do të jetë për besimtarët e devotshëm? Jo, por ai do të jetë për mëkatarët, të përlyerit me punë të këqija dhe gabimtarët. Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë: o i dërguari i Allahut, kush është njeriu më i lumtur me ndërmjetësimin tënd në ditën e Kiametit? Ai, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, tha: e kisha në mend që nuk do të më pyeste njeri tjetër para teje për këtë hadith, për shkak të asaj që kam parë prej teje për kujdesin ndaj hadithit. Njerëzit më të lumtur me ndërmjetësimin tim në ditën e Kiametit janë ata që thonë: la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, me sinqeritet nga zemra e tyre. Besimin në Haudin dhe Keutherin. Muslimanët besojnë në Haudin, Hauz, liqenit të dërguarit në xhenet, në Keutherin, lumit të dërguarit në xhenet, në hyrjen e një grupi prej njësuesve të Allahut në xhenet pa dhënë llogari, në dhënien llogari të lehtë të një pjese prej tyre dhe pastaj futen në xhenet pa i prekur ndonjë e keqe dhe pa i ndjekur dënimi. Ata besojnë në hyrjen e një grupi prej mëkatarëve të tyre në zjarr dhe pastaj do të shpëtojnë e do të dalin prej tij, duke u bashkuar kështu me vëllezërit e tyre që kanë kaluar më parë në xhenet dhe nuk do të jenë përgjithmonë në zjarr. Ndërsa kufarët, mosbesimtarët, do të jenë përgjithmonë në zjarr dhe nuk do të dalin kurrë prej tij. Kurse prej mëkatarëve besimtar, Allahu nuk do të lërë askënd në të zjarr. Shikimi besimtarve, Zotin e tyre në botën tjetër. Pasuesit e profetit Muhammed alayhi salam dëshmojnë se besimtarët do ta shohin Zotin e tyre të lartë madhëruar me sytë e tyre dhe duke vështruar tek ai drejt për drejt, ashtu siç thuhet në lajmin e saktë nga i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, në fjalën e tij: ju do ta shihni Zotin tuaj, ashtu siç shihni hënën kur është e plotë. Në këtë hadith vërejmë se krahasimi është bërë për shikimin me shikimin, për të parit e Allahut ashtu si shikojmë hënën, dhe jo për atë që shihet, krahasimin e Allahut me hënën. Përjetësia e xhenetit dhe xhehenemit. Ndjekësit e sunetit dëshmojnë se xheneti dhe zjarri janë të krijuara dhe se ato do të ngelin përgjithmonë e nuk do të zhduken kurrë. Banorët e xhenetit nuk do të dalin kurrë prej tij, dhe po ashtu banorët e zjarrit, të cilët janë banorët e tij dhe janë krijuar për të, nuk do të dalin kurrë prej tij. Atë ditë një thirrës do të therras: o ju banorët e xhenetit, përjetësi dhe jo vdekje. O banorët e zjarrit, përjetësi dhe jo vdekje. Siç ka ardhur në hadithin e saktë nga i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të.
Të na smeton Buhariu dhe Muslimi nga Ebi Said el-Hudri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: në ditën e Kiametit do të sillet e vdekja në formën e një dashi të kriposur dhe do të vendoset ndërmjet xhenetit dhe zjarrit. Pastaj thuhet: o banorët e xhenetit, a i njihni këtë? Ata zgjasin kokën për ta parë dhe thonë: po, e njohim, ajo është vdekja. Atëherë jepet urdhër që ajo të theret, pastaj thuhet: o banorët e xhenetit, përjetësi, pa vdekje në të. O banorët e zjarrit, përjetësi, pa vdekje në të. Pastaj dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, lexoi ajetin. Paralajmëroi ata për ditën e pikëllimit, kur çështja të jetë e vendosur, ndërsa tani ata janë në një gjendje krejt pa kujdesie dhe as nuk besojnë. Surja Meriem 36, duke bërë shenjë me dorë nga dynjaja.